Vuria nga Saranda lidhet dhe futet në shoqërinë tonë. Detion, përshëndetje. Përshëndetje. Tani skenare për të futur Saranda në kategorinë e parë. Po, siç të gjithë e dim, po presim mendimin përfundimtar të federatës në pas të rregullore. Tani, Detion më thuj çik tani me humor, pse nuk dole direkt kur ishte Jonuzi? Se të kishim planifikuar që t'ishet me 2 dritare. Në fakt nuk dola për arsye se në ambienti ku jam tani ishte ndeshje, në Barcelona dhe ishin shumë njerëz. E që shumë trur. Shijove Barcelona, po nga ana tjetër Jonuzi ishte gati të thoshte që Kuksi është në kategorinë e parë. Me që Jonuzi iku tani, Jonuz Allaçi, ke Mirelën këtu që e ke përfaqësuese të shtypit të Kuksit. Mirela, vazhdojmë. Atëherë. Detionin. Patjetër, përshëndetje. Mirë se na u bashkove në emision. Përshëndetje. Faktikisht unë vetëm do të them, rreth parë punës ne kemi me ndeshjen me Byli Simbë, që aktivizojnë 9 lojtarë nga superiorja, nga ekipi A, pra që është jashtë rregullore. Pyetje shkurt se nuk është Detioni shumë ça pretendojnë, nuk e kuptoj ça pretendojnë. Nuk është se ka dalë deklarata nga federata. Jo, pretendimi është nga ne, nga ana e Kuksit, dhe momenti që ne pretendojmë që 2 ekipe të ligës amatore, siç janë Butrinti dhe Byli SB, vinë për të në ligën profesioniste dhe konkurrojnë në mënyrë të padrejtë, pra duke marrë lojtarë nga superiorja, duke marrë 9 lojtarë, gjë që rregulloria nuk e parashikon. Mirë, Mirela, lemi çik. Okej, Detion, për këtë duhet të ankojmë. Duhet të ankoheshin skuadrat e kategorisë. Detion, çfarë thonë në Sarandë dhe çfarë pretendojnë në Sarandë? Në Sarandë po presim vendimin përfundimtar, ka filluar festa, pa diskutim që Butrinti do lodhi këtë vit në kategorinë të parë. Po kishit dalë me deklaratë, kishit dalë me deklaratat. Po keni mbështetur. Okej, e Mirqen, ku është mbështetur e gjitha kjo? Është mbështetur në rregulloren e federatës. Që? Po flet qartë. Neni 34. Qa thot Neni 34? Del Butrinti me Neni 34. Flet për ekipet që janë në play-off, jo në për ekipet e play-off. Vendi që është në play-off mund të zë vendin e B. Jo play-out, flet për play-off. Play-offin po. Kuksi ka lozë në play-out. Shiko, zhupën e pas kem duket aleat. Po unë di rregulloren. Ti di rregulloren duket po se s'ke një origjinë të largët nga Saranda jam, po s'ka lidhje tani. Po le. Nga bregu e ke një origjinë të largët. Shiko, problemi është Del Butrinti mbas rregullores, djali po flet shumë saktë. Mbas rregullores, po thotë që Del Butrinti, Neni 34. Neni 34 përcakton. Dhe ndeshet me... Tani pjesa tjetër është vendimi Komisionit Disiplinës. Do ta marrin këtë ankimim që ka bërë Kuksi në konsiderat. Nëse e marrin në konsiderat, ditën e martë bëhet mbledhja e Komisionit Disiplinës apo të mërkurë. Nëse ka pa rregullsi, fiton Kuksi. Edhe nëse ka përsëri pa rregullsi. Ja ta dëgjojmë djalin. Po jo ta japu nga pasaj. Ta heqim atë tani. Jo për vendimin. Do dalin në apel. Po mirë, ta dëgjojmë një sekondë, morëm vesh për Del Saranda. Ja, edhe njëherë, po... është thjesht, Byli SB nuk mund ta bënte këtë gabim që pretendon Kuksi për arsye se Byli SB nuk e dinte që do zbriste nga kategoria dhe nuk mund ta hidhte në herë sezonin. Detion, ky është argumenti, ka tjetër, po. Po. Ka tjetër është Neni në po. I rregullores. Po, nga tjetër. Në federata presin që të bëj një pyetje Detionit. Çfarë pozicioni ka protokollin? Merret me protokollin e ndeshjes, Sotnia? Sa i e di shumë mirë. Unë jam drejtor sportiv. Protokolli ku e ke Sufi shef klubit i. Po jo më ja edhe drejtori sportiv, flas për ato. Drejtori sportiv bën protokollin e ndeshjes, sa i di shumë mirë. E kemë shefin e klubit, nuk pëlqen Sufi. Jo më ta pyes direkt se ka aty ta pyes. Ka eksperiencë djalë. Është tjetër gjë shefi, ai është në instancë më lart. Protokollin e bën ai zotnia atje para ndeshjes. Sufi duket të shikoj shumë pasionant për Sarandën. Po jam pse. Dakord. Sarahatur nga Librazhi kam dalë. Jo, ke dalë në rregull ti ke po iku nga Kuksi tani, Jonuzi. Okej, Kuksi është në regres më, është për të nga kategoria. Futbollistikisht, Saranda si është? Është ere parë që janë i kthyer tifozët në stadium, po mbushet minimumi 3000 veta në ndeshjet brenda. Ka 11 fitore brenda. Sa futbollist... Një sekund, lutem, një sekund, o i lirë. Një sekund ta të flasit djali. Sa futbollist janë Sarandë? O i lirë.
jemi me 7 futbollistë vendas në formacion. Kjo është Është i punë e vetmi mirë. ekip. Leta, të lutem ta dëgjojmë se po flet. Të kemi pak. Detion. Janë 7 futbollistë vendas. Të lutem, një pyetje kam. Nga Saranda. Jam shumë i habitur në këto kaq vite se si një qytet me potencial të jashtëzakonshëm turistik, një qytet me potencial financiar, një qytet i cili ka biznesmen, një qytet cilët njerëzit duan shkojnë për pushime, jo të jetojnë gjithmonë atje, futbollistët do shkojnë edhe me një kontratë pak më të vogël, se do jetonte në Sarandë dhe kushtet ishin perfekte. Si ka mundësi që ky qytet kurr nuk ka arritur nivelet larta futbolli, kurr nuk ka arritur të jetë atraksion futbollistik për biznesmen të ndryshëm? Kjo është një pyetje shumë e vjetër, pa diskutim që ke të drejtë. Por gjërat Ju lutem, kur flet tjetër, ju lutem. Janë afruar shumë sponsor si asnjëherë më parë dhe shpresojmë që shumë shpejt jemi në Superligë. Ka allafe që do vi investitor shumë i fortë. Të konfirmohen një herë në kategoritë parë, po. Po mirë, nuk ka rëndësi, po kush i fort, çfarë do të Atë di thënë? federata. I fort si, do të thënë është e pesja e biznesmenëve Ekonomikisht, po. nga vendi shqiptar, Aksioner, është shqiptar. Po, edhe qytetar të Sarandës. Biznesmen nga Saranda. Është emër i njohur Po. në biznes. Çfarë fushë operon? Mos e thuaj emrin, çfarë fushë operon? Hoteleri turizëm pa diskutim. Si? Hoteleri turizëm. Hoteleri turizëm. Super fare, me jetë po dodi kjo shënësi ka një ditë Saranda do rikthehet në nivele të larta, sepse ku janë parat është dhe futbolli tashmë. Po, Saranda ka një projekt që shpresojmë shumë shpejt të jetë në klubet më të forta të Shqipërisë. Do ishte fantastike. Ky është vetëm fillimi. Edhe shikoj sepse ka Ishte fantastike edhe për futbollin shqiptar, pasi në Sarandë përjetohet në mënyrë të Detion, edhe shumë djem që janë këtu nga Saranda që më shkruajnë dhe më takojnë dhe flasin për Sarandën, më thonë ka interes të madh dhe ka shumë tifoz, ajo më ka bërë shumë për Shqipëri. Është e vërtet. Është e vërtet, mund ta ndiqni edhe te faqet tona zyrtare. Pa diskutim i afrohemi Superligës në këtë aspekt. Në menaxhim, do gjë klubi i Butrinit është klubi mirë menaxhuar. Ajo që më bën përshtypje, ju me faqen tuaj keni faqe shumë mirë. Mënyra se si e reklamoni gjën është fantastike, gjë që nuk e bëjnë dhe klube që janë në Superligë, në abiznes superiore. Por, niveli juaj, mënyra se si bëni reklam, është më e lartë se sa niveli futbollistik në fushën e lojës. Në qoftë se ju do kishit, atëherë do punonit shumë lartë, sepse ti do dhe produktin që ta reklamosh atë. Kushtet janë për këtë lloj marketingu, tani po krijohen dhe kushtet për të ngjitur më lart, të dyja bashkë do arrim qëllimin. Mirë, ishte kënaqësi Detion që ndave me ne këtë mendim dhe shpresojmë që edhe në të ardhmen gjithçka të realizohet dhe Butrinti të jetë në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar. Faleminderit. Faleminderit. Nikol, është më... Jo, me doli një tani Endrik Goci direkt nga Librar.